Ligji vlen vete për ju kokpalar që na votoni. Ky ishte mesazhi arrogant i 82 kartonave të ngritur për të mbrojtur Belinda Ballukut. Ashtu si Ilir Meta në 21 janar, sot Edi Rama bashkë me servilët e tij u mundua të na tregojë se ne kokpalarët nuk kemi asnjë fuqi përballë atyre që na shfrytëzojnë dhe na vjedhin. Në fakt ky është vetëm një iluzion i pushtetit absolut, sepse historia ka treguar që asnjë pushtet nuk është i përjetshëm. Dhe kur shef se ku ka përfunduar Ilir Meta dhe Sali Berisha, në fakt Edi Rama shef fatin e vet. Prandaj përpiqet të kapet me thonjë pas pushtetit. Partia Socialiste mund ta shtyjë edhe për pak rëndin e vet, por fizika na mëson se çdo trup, sado i madh në univers, do vi një ditë që do shëmbet nga pesha e vet. Detyra jonë është ta përshpejtojmë këtë proces. Sa më shpejt të bjerë ky pushteti korruptuar dhe oligarkik, aq më të mëdha janë shpresat për ndryshim. Këtë detyrim e kemi ndaj çdo të varfrit që është burgosur për pak dritë, për një mur, për një çati, për një kuti qumësh a një libër, se nuk kishte mundësi ta paguante. Historia nuk mbaron me kartonat e tyre. Ajo vazhdon me durimin ton që një ditë do të marrë fund, dhe kur të marrë fund durimi i popullit, atëherë asnjë karton, asnjë imunitet, asnjë pushtet nuk do i shpëtoj dot dhënies së llogarisë. Unë jam Mirela Ruko, sekretare organizative e Lëvizjes Bashkë dhe ju ftoj të bashkoheni me Lëvizjen.